Kur ndajmë vetëm 5 ditë nga zgjedhjet e 11 majit, Sali Berisha nga Berati në takimin përmbyllës e shpërsoi gjuhën ndaj Edi Ramës, duke akuzuar për shpopullim të vendit. La klasat e shkollave tona pa nxënës, shtëpit pa fëmijë, djepet bosh, të moshuarit në vetmi, të thellë dhe të frikshme. Ta ndalim këtë të keqe me vetdijen tonë, me përgjegjësinë tonë si qytetar, me adhetarin tonë si shqiptar. Kryedemokrati Berisha premton se me të kryeministër fokusi do të jetë tek rinia dhe sistemi arsimor. Dhe universitetet dhe shkollat në partneritet të plot me ndërmarrjet publike dhe private. 100 ditë e para do shpallim paktin kombëtar me rinin dhe për rinin. Do garantoj çdo të diplomur brenda një viti punësim në sektorin publik apo privat. 5.000 euro grant për çdo të ri që projekton për të nisur një biznes në Shqipëri. Për post mbështetjes në arsim, rinis, Berisha i premton edhe rikthimin e TikTok, duke bashkëpunuar me influencerat e rrjeteve sociale për vendimet që do të marrin. Debat intensiv me influencer dhe TikTok do të nxitet në mbar vendin, fjale e tyre, vendimet për trim, do merren vetëm me pëlqimin e tyre. Në foltore u ngjit edhe këshilltari i Kris Lasivitaj, i cili u kërkoi demokratëve të punojnë për të ndryshuar historinë, njësoj siç sipas tij ndodhi edhe në Shtetet e Bashkuara me fitoren e Trump.